Interi fitoi 2-1 ndaj Hellas Veronës, fal një autogoli në minutën e 94. Siç është bërë shpesh në këtë fillim sezoni, polemikat nuk munguan as në këtë përballje. Në minutën e 66, një nga futbollistët e Veronës u nis në drejtim të portës, por u ndal në mënyrë të parregullt nga Bisek. Mbrojtësi i Interit ishte lojtari i fundit dhe në çdo vend do të ndëshkohej me karton të kuq. Megjithatë, arbitri Doveri, i cili shpesh është akuzuar si tifoz i Interit, dha vetëm karton të verdh. Te Verona nuk i besuan syve me lojtarët dhe trajnerin që vunduar në kokë.